Urdhri nga nalt madhënia për kryengritësit erdhi. Po të kesh leri ato amanetet. Cufe. Amanetet e mia do t'i shikoni kur satrapi të mos jetë gjau, zoti misir. Kurse ti do t'i shohësh nesër. Erdhi gjevapi nga nalt madhënia për kryengritësit. Lera amanetet. Roni me shpresën atyre që na luftojnë nga malet. Edhe ata do t'i gjejmë. Bëhet për shkop të madh kjo punë. Janë se puna e sigurt me Sepetinin mori fund. O, millet! Urdhë e ministrisë të brendshme! Kur të hyni në qytet, pritini kuajve dhe igjini për kapistan! Kapetan. Këtë pala nga gori që ka gjiu, më të arrosh të vish dilën për dasën. Lejmëro dhe aliti. Patjetër. Ka falja gjagorit dhe i thuaj se da digi fare. Hajde bush ka cegut. Si urdhron usta? Kini të pala nga gori që ka gjiu, më të arrosh të vish të dilën për dasën. E me në kësha dasën dhe ju dhe more quna. Këtë pala nga gjagorit. Të arrosh të vish dilën për dasën. Të martojsh edhe njërë pa cofle të bet. Dynja. Keme dynja në sta? Po ja martohen, shtohen. I ka jeta këto? Jemi ka cekut bush. Si urdhron. Hajde, puna, avanti! Ciao Michele! Ciao Alberto. Lexova në gazetë për mbritjen e vaporit Maja me vajgur shqiptar në portin Margaret Venecias. Urime. Punë me telashe. Çton visjet e Kadorinat. Se shpejti fillojnë të flasin. Punë e pas. Si është zoti prefekt? Nesër na pret. Vërtet keni kaq shumë dëshirë për të shkuar atje? Nuk e njoh për kaq zemër lia për Michele. Unë e kam për ju. Jeni kaq elegant. Keni një pamje kaq të ëmbël. Kurse atje do të ketë rekamshëm. Shkojmë? Në makinë do të jemi më freskët.
Do kisha dëshirë t'i dëgjoja ndonjëherë. Do t'i dëgjosh, Mikele. Ehi, come vai? Buongiorno, signori! Salute! Salute a tutti! Buongiorno, signor Lambi. Oh, mi salve. Solo Molly, placa, Catolina, gramafon. Solo. Këto janë për dans. Pronto ti është danci? Signor Valeta? Pronto, giovanotti? Ti është danci? Oh, dans. Permesso? Me le dama? A te? Kena një gatona, zoti Lambi. Ka gaton, more Sullo. Era italiane janë. Era për dansja. Doje të madhe shtëpinë, Goni. Mirë. Çto të ky shkop, më rafdi? Lodhe, mëndjen, lodhe. Ja. Po vje prefekti. Më falë, sot trote, se jam plake, së ngrijem dot. Ta shkopit, mos I bëj kaj të trashti, avdi. Ja. Me zi mbaj në dorë. Ulalaj! Illalaj! Ali, po të pas brenda të gjabraj. Mirë. Goni si t'ka lalaj. Mirë. Mirë? Ja të përmetën. Ta e pastaj lalaj. Si e gjavdi? Mirë, më paqorate. Po ti si e ke quar, Halit djali? Ja, me Allah për të mëdha. Unë me hekura. Qëto të moti sot? E keqja do t'a bëj të saj, mërbirë. Po kokën e vetë do t'haj. Si janë kanë punët mirë, e? No, mërzit. Sa t'ket frymën njeriu, ka dhe shpresën. Abdi. Goja lapo dora dap. Jo. Shkojmë pim një kafe, Gjavdi. A do vesh të dasëm, te Gori Gjokaxhiu. Nesër. E po, do ma bësh tjetin Xhaxhait. Të këndoni për mua atë këngën e odotrimit. Shqipëria rone qallë, aku në sjallë më pa marë. Mirë se rrini. Ti po pate na jep në një gotë. Shpijet me mirë se rrini. Maro, qene piri. Të bëjven. Bojrëm ka të. Qovë, e gjumash. Merë Gjaparo, se është I lodhë. Shumë snimatar këj I biri Halimas. Landuar 3 herë në ditë. Betëm qenë këti? Ua, sa më trëmbe. Si në këshu si hije. Pse trëmbe shumë si jam gogol. Ka s'ke vrar gishtin? Mhm. Dhe ti, nuk e kujdes fare. Të vjen keq për mua, e? Po si, shtë gjenjen mëndja mori shkret. E di, prandaj më vin këtu sa herë që vi unë. Ua,
Unë nuk të prisja fare ty. Unë zi mali të marri. Ti gjithë një tallesh me mua. Edhe të tjerët. Po pse që kanë të tjerët? Kanë sy dhe vesh. Ndigjo Halit. Duhet bisedosh me babaj. Ik tani. Halit. Pije këtë gotë e ke gau. Gëzuar që bra. Gëzuar që fësh. Me shëndet. Berdojnë këngë të re Halit Bilbili. E kemi një. Ha merja një njerë. Po nesër, more, në stasë. Sot pa nesër është për nesër. Si po ven këto punë. Se është atë spërdasma, atë për gjë. Po ju merja një njerë. Indes vez. Po indes, mor, po indes dhe këto të urruara që kanë betur. Ndizi, të shohin njerëzit ku të hedhin këmbët. Faleminderit o djali Alimas. Umbra të pikam pas ka zënë gjumi. S'pas ke rëmë të flesh më në? Jo, mirë. Da e ngrin gjaku që u shofshin fare. Bjere flitë ke qëtë. Mirë. Qytet interesant. Si nuk kam ardhur ta shoh një. Këtu nuk ka naftë, Mikele. Po, këtu ka kështjella. Dhe kjo, një ushtare e pararotës. Një dhurat për vajzat e zotit Kristofon. E gjitha kjo është tepër artuese mbet. Në male qeveria ndjek rebel, kryengritës. Ne nxjerrim naft, kurse ju s'po jofshi. Më ngjani me një general fantastik. General Gramafoni, që lufton me distje kështjellat e padukshme. Mos më zemërohet? Bëra shaka.
Unë kam respekt për ju. Arritëm? Edhe pak. Urdhroni? O, çfarë surprizë. Jo kretë surprizë, miku im. Ju kisha thënë se do të vinim. Më pëlqen tepër korrektesa. Zotëria është Michele Venducci. Gëzohem shumë, zoti Michele. Urdhroni. Urdhroni. Pas keni një parajs të vërtet, zoti Krisiton. Zoti prefekt e ndjen të bukur. Hajde, Eri, 3-2. Urdhroni, urdhroni. Zonja ime. Oh, unë dhe burim jemi shumë të lumtur për këtë vizitë. Faleminderit, zonjë. Ju falenderit, zonjë. Urdhroni? Do dalim në verandë dhe Revega se brenda bën dhatë. Këte ju lutem. Mirë. Shurup trëndafili në verandë. Si urdhron, zë. Urdhron. Komplimentat e mia, zonjë. Kjo është e fare pa pritur. Mundohemi ta rregullojmë jetën tonë, zoti Michele. Bukur. Mami, Eri se lalojnë 3-3. Dizi, Po pse 3-3, më mama? Qenë nga konkurrentët të forta. grindën bashk. Shkoni ndrojnë rrobat. Këto janë për juve, Iris. Grazie, signore. Pini ju lutem. Ju bëftish. Këtu ka dasëm. Sa mirë. Zoti Michele për herë të parë do qohë një dasëm shqiptar. Vieni water for me, Trashkohet të trushtë. Hajde gëzuar. Smart. E në shpituaj. Zoti Krisiton, me cilën muzikë ballkane afron muzika juaj? Nuk mund të them në gjithë saktë, zoti Michele. Aha, qenë kemi njësoj të dy. Na kanë mbyrë punën. Unë me Kuqovën kurse ju me pushtetin. Kuqova është vend i pasur, zoti Michele. Kuqova është llotari, zonjë. Diçka që nuk shihet me sy. Mbas edhe ju është diçka e tillë, zoti Alberto? Është më tepër një pasion. Punë gramofon është dhe diçka. Daldi spokaraja. Muzika, zonë.
Kjo valle nuk dihet kur është krijuar. Mbase ka 5 shekuj. Mos vallërën më tepër kështjellat, zoti Mikeli? Ju pëlqen të mbroni të zëntuaj, sigurisht. Në një këngë të tyre thuhet kush është burr nuk derdh lot, po gjak turp. E parëndësishme është kjo? Do t'ishte e papërmbajtshme furia e njerëzve të ndezur kështu. Mbase keni të drejtë. Shqipërinë nuk e njoh mirë. Arif që më tjerët, trashgojnë ore. Do t'i varim. Nuk e dëgjoni taullën e të lallin? O, Milet! Lidhni të ura në sheshit të varurve. Qeveria ka dënuar sikurin me Sefedinit. O, Milet! Lidhni të ura në sheshit të varurve. Qeveria ka dënuar sikurin me Sefedinit. Një mësim i mirë për rebelët. Ate që nuk e le të vdes, ai nuk të le të rrosh, thonë çifutët. Hym brenda se këtu kanë filluar të piskojnë mushkonjat. Nalt madhënisë, i pikon zemra gjak kur jep dënime të rrep. Por nuk mund të lëshoj i pe, kur e kërkon deri kombit, forcimi i rregullit dhe qetësia e popullit. Të dënuar thoni dëshirën e fundit. Më jepni një krahë. O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile edhe në Altmallnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtrojë një tjetër për një kohë. Mund të mashtrojë edhe një popull për një farë kohe. Por nuk mund të mashtrojë kurrë një popull të tërë për gjithë jetën. O, që zogu, por së travi.
Sa i shtëpia moderni duhet një gramafon i markës La Voce del Padron. Do ta blejmë patjetër, zotja Liberta. Urdhëroni. Ju lutem, filloni zot. Se petini shkret. Se fotrimi dhuaj. Ta më regori, të mbeti das më përgjysë. S'keqi pa në vredë. Që këtë gjë me kjo ata? Kujtja merë të mandje, gjitha i zigur. Rimat e qajnë. Zigur bukurie. I më kishte thënë, në dasmën time do të marrë ty.
Ky central elektrik. Cufe! Urdhëro zoti Misir. Shko dhe misil këtu da frimuritër. Sa zë gjinjë. Bravo. Bravo. Ju jeni artistë më dhenjë. Halit Berati? Sigur Berati. Jo, zotin na falë. Po ju lutem. Arti paguhet. Për kënaqësinë e madhe që më dhatë. Paguhet qefi, or zotëri. Ne e kishim për hallet tona. Ah, pardon. Sa bukur. Ju me të vërtet jeni një artist i madh. Çfarë bëhet këtu? Asgjë, zoti Yusuf. Ka fshomër gjura ti, gjithi sojsas. Ua inga më martonja? Hajde çoni dhe s'kemë nevojë. Zoti Yusuf. Edhe ti mor të palli det. Hajde më çoq këtu, edhe s'më nevojë. Mos i nga. Zoti Alberto. Këta janë artist. Ne kemi urdhër nga zoti komandant zoti Alberto. Thonë zotit Mesir se ju luta unë. Do të bisedoj edhe vetë me komandant. Hajde. Mos u shqetësoni para asgjë. Buona notte. Shpresim. Apo të kthehen prapë xhandarët e Misirit. Hajde mirë. Po ky italiani si na u gjend kështu xhan. Gjibilet milet. Apo thuaj të paqa me ndera ti tjere. Se po ti ish për xhandarët e Misirit, te 7 pengjere do të mbanit frymën. Hall për mall, e hall për hall i thon kësaj. Shkoj me ustallar. Në natën e mirë. Natë mirë. Haj natën e mirë. Po mjalë të nëzore nga goja, Halit Djali. Mjalë? Jugur. Njëra kiqa, bra. Bush. Bravo. Ato të mija të defte. Mirë, mirë. Dhe gjo birë. Jo ta me vetën të të ka. Shiko allat e shpisë. Sot u gjend italiani. E susiti. Janë kohë të ligë të tjerë. Ase shenë. Zoti komandant. Falni, por ju, zoti Alberto, kini dhe nizën... Për ata sa zë gjitë e kishe fjallën, zoti Misir. Për nalt madhni, zotni prefekt. Ti shtinja në dorë njerë, pastaj gjeni na ingun atjeli birucat e burgut ata. Zoti komandant. Po ata janë artist. Dhe artistët kudo në botë shihen me një sy të veçantë. A nuk mund t'i falnit për hatrin tim? Unë do të lutesha. Janë të falur, zoti Alberto. Edhe Misirit, dakord është. Apo jo, zoti komandant? Si të bëni ju që mju, zotni prefekt? Pra janë të falur. Të them të drejtën nuk arrit do t'ju kuptoj, Alberto. Nëse kam dëshirë të bisedoj për gjëra të thella, tani jam pikërisht në atë gjendje.
Sot ju erdhi në dorë një rast i mrekullueshëm. Po, disjet filluan të flasin. Përse nuk I latë në dorë në komandantin Gjandarmërisë ata? Kështjellat tuaja. Komandanti do t'i lante mirë atë. Është tepër e thjeshtë të varësh njerëz në përtrekamshëm, Michele. Ne jemi komi qytetëruar. Kush do të shpëtojë këtë popull nga zgjedhja e mbretit urryer? Ushtarët tanë kur të vinë këtu duhet I presin me lule, si shpëtimtar. Ju kam zili, Alberto. Bravissimo. Hajde, Sabriu, ndroj Aliti. Aliti, nisu për zyra IPA. Kërkon padrone. Hajde, puna, puna! Shtë më doj mua, ja? Kam filluar të tharasim për punën atyre ankesave. Edhe nasi atje është. Mos e mbaj veten nga shok. Të gjithë kemi ankesa pra I. Pse? Që pande Alitin? Jemi shok, more ti, ndaj klasin kështu. Ne duam. Tu një tjetër. Një tjetër. Më kam thirrur dhe mua. Jo, emri Alitit nuk ish. E kërkon ai zotëria me vetur. Ja tek është atje tek Apene. Ai. Më thirrë zotëri? Ah, po. Urdhëroni. Një limonad, garson. Pronto, signore. Ju thirra për një punë më rëndësi. Sa fitoni këtu në naftë? Desha them, sa para ju paguajnë për punën që bën. Sa nxjerrin bukë në gojë, zotëri. Po në dasmë. Po pini. Dasmat janë të rralla, zotëri. Shumë herë shkojmë shoqërisht, nuk marrim para. I jeni një artist I vërtet. Ju duheni peshuar me flori, siç thot populli shqiptar, e jo të stërmundoheni në një punë si kjo. Ja gishtat tuaja për mjesht të madh, të nxit, të vrarë. Kam një punë me leverdi për ju. Fama do t'jetë 100 herë më e madhe. Dhe parat që do fitoni 100 herë më shumë. Është fjala për të bërë 50.000 disje. Këndon Halit Berati. Kabanga Halit Berati. Ha, si thot? Bëj plaka. Pikërisht. Bëni plaka me këngët e mia, zoti Alberto. Po, me këngët tuaja. Do bisedojmë pak. Do shtallarët e tjerë që do të vinë nga Delvina, Leskovçau, Leskoviku, do të grumbullohen në koç, dhe pastaj disjet do t'i shpërndajnë në të tërë Shqipëri, bilet do t'i nxjerrin në jashtë. Ose për të honorare. $50.000 plak. Ja, sa janë këtu dhe si numëron dot. Në gërnet, merë Halit. Në lahut, metën e për metën. Mete, po mete me halët. Në violin, merë Vasilit. Ustan e matë të Leskoviku. Në def, a bazin e Delvinës. Saze tamam apo jo? Më vjen keq që s'na do të gjithë. Unë e bëra timen për së një gjë. Pas ka bredhur dynjani i lanetisuri. Gjitha e ditë ka. I dirë, si di. Pse kote hedh para me? Do të bëj plaka që t'u nxjerr hakun. E jo ashtu kot. Pse mene kot do t'i bënte? Të mos në kështë ndarë. Pse të ndante? I bje lahutës medje I përmetit. Po dhe bushi ju në gjindësht, kur e kap lahutën se kur e kap tartakuti. O, dhe ti Gjaparo. Po se kujton ti, më. I mblet të tjerët nga anë e anës edhe I shpjen korç. Ti mblit të këtu derit. Qeshni. Po parandili shkret ka një tup në kalamaj, mori jezitër. Po Alitin ka kërkuar Gjapara. Ç'të bëjmë? Me zor thua ti? Apo ti themi Alitin mos shko? Ytë dhe psës. Që ti parandilin ti mërë, zëmër katran?
Ik si këterë se po më fut në gjyna. Me kam nga halli, more, merë vesh apo jo. Malukat. Gjafaro, mos na kisha me të keq, mo Gjafaro. Iku. Edhe ne do t'ikim. Rrugën Baranic. Miru pash. Mos të marë. Me natë të mirë, Gjafaro. Natë të mirë. Ermini, në mbush dhe gota rakim i bi. Kur e latë më rëbirë. Për në java tjetër. Me automobilin e ti dhe shkon. Thotë se do të bëj një rrugë me karvan. Gji bilet, milet kë italiane. Sa ko dorin e thua? Kush e di? Jo tëmë ka djallë të vetë, mora birë. Kanë kohë për rrugë të lartë. Gëzuar. Gëzuar. Orellit. Të kam si djallë. A këtë më thuash në lafë për qëpë. Po ma kërkojnë shumë. A ishte në vaktë. Baba. Unë nuk jam me të vjetrat, mërë birë. Qa që më ka kapur syri. Edhe zemra më të. Faleminderit, Gjabra. Do të vinë nënën bisedoj me ty. Me rafë shërë. Po ti? Oh, e kam sapun nga Korça. Do t'jemi bashkëpulltar. Buongiorno! Buongiorno! Ç'thot signori? Signore? Si unë datë me ata të ipës? Oh, pik mjalti. Pushuan 7 vete nga puna. Do t'i për plagat pushon. Po. Edhe ty të pushuan? Po thuaj se më pushuan. Më paralajmëruan për herë të fundit. I ku e zotrin? Ciao, Valeta! Ciao! Pamje të bukur, të mrekullueshme. Një minutë. Me këto pamje mund të bëhen kartolina të mrekullueshme.
Zotëria është Halid Berati. Oh, ekstra fare. Bukur, bukur. Të ma kini kujdes. Mos kini Berati. Urdhra? Po vetëm me të shokën. Jo, zotërit. Ju do flini në sollar të tjerë. Se kanë ardhur? Po, ka ditë. Shko, Halit, shko. Shihemi nesër. Ustadar, arriti Halit Berati. O, po qënë ke i ri o sta i Beratit. Shto meti, Dora vet. Abazi. Sherifi. Dhe usta Vasili. O, gëzojmë shumë. Shihni sa mirë, Ja, unë mblodhët të 4. Për të ngrënë e për të pirë, të tregoj shokët. Janë të gjitha tregulluara. Atëre, miru pafshi nesër. Oh, benvenuta signorina. Vi prego. Che desiderate voi? Io voglio un libro, signore. Con piacere. Io non dua libro, io dua cartolina. Pronto, fanciulla? Noi abbiamo delle cartoline le più belle del mondo. Ja, këtë jashtë polese, fonsim nuk e lëshon nga dora. Më jepni bia e mallkuar. Bene. Si të dëshironi më bia e Zoti Krishti thon. Edhe gogomelët, edhe të trastuara, edhe gruaja më e bukur. Kurse unë i dua të gjitha këtë kartolina. Bene, signor Valeta? Bene, fanciulla. O, Zoti Alberto, kur u kthyet? Mbram. Ju si vini këtej? Fare. Prap me karvan? Jo, me makinë nga Elbasani. Isha dhe në Tiranë. Po, dyqani ynë pse është? Oh, signor Alberto. Benvenuto. Më falni, po zonjushat doni të blini libra dhe... Zonjushave simpatike u pëlqen shumë muzika. Oh, shumë, zoti Alberto. Pa të shohim se ç'libra keni zgjedhur? Kjo është për juve, Dizi. E shikon? Kjo nuk mi e pasni nga librat e saj për të lexuar, zoti Alberto. E pse jo? Bilet duhet t'ja jepni edhe shoqeve tuaja t'i lexojnë. Për ju i ris do të sjell një libër të Danunçës. Është poeti më i madh i Italisë dhe miku personal i Duçës. Ju tani mund lexoni italisht. Do t'u ndihmoj edhe unë. Faleminderit, signor. Ditën e mirë. Mirupafshim. Të fala Zotit Krishti thonë dhe zonjës. Mirupafshim. Mirupafshim. Ciao. Vajza zgjuar, Molto. Si shkon tregtia? Me libra dhe kartolinat shumë mirë, zoti Alberto. Kurse me plakat? Po do e mos. Po të merresh më shumë me vajza simpatike se sa me tregtin? Jo, signore. I duan plakat me këngë të vendit. Premtojeni, Valet. Premtojeni. Do t'i kenë shumë shpejt. Ja kafi. Çfarë, zoti Llami? Për shkopin e Karagjoz. Ka 2 ditë që po deli një shkop të ri. Na kam birë për para syve drejt. Valeta? Tu muzika jon ditë natë. Qartë. Si urdhëron zoti Alberto. Doni veshje antike, signor. O Gjavdi, Urdhro. ç'duan të thonë këto fytyra, ama? Ka njerëz në botë më rëbir që shqiparin e duan pa gojë, pa veshë, pa sy. More, qike këta maluketër ti? Iqo, i kam gdhendur për qef, more vlat. Thonë se i keme të hedhur ti. Po, lere se shton bota e super vendi. Pastaj po ta kisha patur me të hedhur, po do ta kishe marrë vesh do trotet,
To bez taktura. Ndonjë aksident. Në kohë të keqe ndodhin shpesh. Mësova rastësisht në Korçë, sa i tipi gjatë atje është takuar me element komunist. Është një akrerë të shoqërisë pune, para lajmëruar ta pushojmë. Ju ta pushoni? Pse ne? Autoritetet shqiptare. Tjetë për mua unë e flak në mes të rrugës pa para lajmërim. Shumë i urren shqiptarët, Mikele. Nuk e mohoj. Të vëm përpara një shqiptar dhe një ujk. Shqiptarin e vras. Ujkun ja. Mas ki shpirt në ronë. Du që e ka në zemrë Shqipërinë. Kurse Shqipëria mban tokën e saj e eshtrat e baballarëve tanë që në 1920. Po, 1920 nuk harrohet. Po me të butë, Mikele. Shqiptarit më letë mund t'i hash kokën më të mirë, se sa me plumë. Shpërblen. Vetëm pa urdhër, Alberto. Çka ndodhur? Kozman, padron. Kozman e goditi krau bilancieri. I kishim këmë deri në gjuhën e palcën. Tashi? Shumë keq. E ati. Do të shëroj. Që ke? Ndim për të aksidentuarin në fakt. Ja sa vlem për ata sotërin të Kosmaj. Po pse ndodhin këto aksidente? I pyete? E ka fajin tekniku shqiptar që nuk zbaton rregullorin e sigurim teknik. Kështu i do ta pushojnë dhe nga puna. Puqet. Shqiptarët i kanë fajt për gjitha. Urdhroni. Hynë. Urdhroni. Zini dhe. Uj. Po, si jeni ushtallar? O, pik pare, si do t'jemi? Sot do të inqizojmë këngën e Gjigjiles. Dakord? Ke gjë për të thënë ustamete? Jo, s'kam gjë. Po, ka një 20 vjet që s'më ka rënë rasti ta këndoj këtë këngë. Ashtu? Po e mban më mirë, Ç'të do thënë? S'ka gjë, Tili do të na kujtoj me një. Tili? Pronta. Gjigile moj, gjigile moj e fushëse. Gjigile moj, gjigile moj e fushëse. Jepisi moj, jepisi se moj qupëse. Jepisi moj, jepisi se moj qupëse. Jarnana, jarnana moj të keqene. Jarnana moj të keqene.
e malin. Ka që kohë edhe që kam dhe. I vrim në ujë. Gogja kushtalar në cilin ju. Më mirë këngët italiane se sa këto meselera me gjigjilera. Bushi, i ke qenë vlaj. Kthe e plak. Që mori fetësht? Pas kanë gjitur nga një italian të mrapa. Po që kujtove ti? Si do t'i shes të vetët, zoti Alberto? Po iki në vejs? Po iki. Ja, uer. Buonanotte. Këto është dërë verë. Në tani, këto janë plakat të këto larve të mëdhenjë? Rjef, përko. Je bërë një plak zëvzeko parë. Një rakire. Është bërë zëvzek para me li, pësi. Ma mush një kodë, bravo. Mush më nga na jote. Kodë dasë më shmarë dhe e zërë. Pa ku e kemi halitin? Iku. Vetëm shurë. Është bërë zëvzek për andili, po si... Nuk e dua fare. La piscinina, passioni mattina, gambettando lieta tra la gente. Mirë të keqja nëna, Halit. Më piku malli. Po të shki mojnën? Halit i mirë është. Se që më është më ledhër këtu, mojnë Usianes. Se si më ngjanë që unë më srofsha. Po i qojnë fjalë, mojnën. Përse më rëzitesh ti? Qoj të keqja. Keqja nëna, Halit. Mjaft ndejte me ato të flamosura pllaka. Dhe shokët nuk t'i pëlqejnë o mirë. Mua nuk ma thonë, po unë e di, Halit. Pak dritë o shoko, vlla. Pak dritë o burë, o hero që shkatron me ndërton sërish. Kjo plak me pas ka vajtur kotës. Solare dhe njerë. Tili? Pronta. Ja, Defi dhe Lahuta këtu nuk dëgjojnë mirë. Ja, Lahuta, për shembull. Ritëm, usta, ritëm.
Justamente. Kurse defi? Ja violina. Kurse klarineta? Kështu jo, zoti Ilia. Zoti Elit? Me thamë... Mos e morë di për ters. Ters është kjo. Usta Alitit si amëson do të gërnetën, ky usta juaj. E shihni që u keq kuptuam. Zoti Tili e kishta për të o kujtuar. Do me thënë, si mund të bënit më mirë? Ndazaj, zoti Tili, mos ma bërë me atë punë. Pa ati me erdi turp kur ma mori violina dora. Ma ka bërë njeri deri më sot. Ashtu le t'i bjerë në për kafen e aj. Avazet tona janë të tjera. Po tani çfarë do bëni? Këto punët tona kështu e kanë orë zotëri. është punë qefi kjo e shkreta. Tani s'na bën kallami. Usta Aliti! Usta Aliti! Po ju a them se ju mungon takti. Po ju diçka e tillë tha se duhet zoti Vincenzo. Diçka e tillë. Usta Mete! Po, si ore. Usta Aliti! Usta Aliti! Pristi të merrem I vesh një herë. Alit! Urdhëron. O, Nasi, kur pas ka ardhur? Dje. Së mërë do drejtë rini se verë bashkë. Zoti Ilia, po rri me këtë shokun. Hajde te Izolta, e di, Atje të presim. Nëse shoju pas ka esur mbarë. Italianët e kanë sjellur qesën. Ju kanë kollarisur alla para nga. U gjezisi me makinë. Po, kush e merr vesh punën e tyre? Që paru hëngrëm tani na marrin me makinë. Elbete ju kanë si piqim aleat. Kujton ti se me tërmend ben merak për gërnetën tënde. Po ti isha shu propagabave, nuk vinin ato tangot fashiste. Por këngën popullore italiane ose muzikën e Verdit. Por keni për të dëgjuar avazin po pritni. More Nasi, nuk I kemi punët aq grur sa thua ti. Kam sjella bere nga të shpes. Nëna si është? Mirë. Dhe që peqa brau s'doli të kanë. Kanë merak për ty. Nasi nuk dishtë të them. Më është bërmendja veri. Shkojmë pimi kafelit. Bisedojmë aty. Mirë. Italianët duan që të përdritemi sipas muzikës së tyre. Dhe të harrojmë vallet dhe zakonet tonë. Po lexoj. 2 kafe. Me pak. Si ka ndodhur Kozmajt? Lere, taksirat I madh. Po, gëzuar, shëndet, e gjithë të mira. Gëzuar të gjithë. Slaniti! Udromi! Mirë. Gëzuar mjeshtër, që keni një artist I madh. Po gabimi u bë, ama. Alitit si a merr njëri gërnetën nga dora. Si a merr, jo. Pardon, ishte një budallëk nga anë e Tilit. Gëzuar usta Berat. Shkini. Bin. Gëzuar usta Aliti. Gëzuar dhe ju. Po që ke mor të pëftëmetje? U mërzite për gërnetën tjo. Kurrën e kurrës nuk ka njëri na I cazet nga dorane. Kur vemi ne në përdasma, ban vesh 1.000 letite, apo jo mëre ustalla? Bonjo, si ky, ka sa duash. Po Alit e Mete numëron me kokra. Na, merre gërnetën, hiqe mërzin. Merre.
Lini rahat more me këtë. Të zë gjumi. E ke një halë më duket. Së tha I shoqi që takove që pasi. Pruri ca haber. Më hapi syt. Na e kanë me hile italianët usta Vasili. Pse more qenë? Nuk ju pëlqejnë avazet tona. More djema. Kur më thanë se to be plaka, Serna deri zemra. Ika ju thash me shpic. Ku më thanë? Ende ku? Ja to bem plaka. Pika plakave. Nuk janë para për ne këto, jo. Ama, shkoj bukur sot. U knaq. Ikim. Nuk kemi që bëjmë në këtu. Mora rrugën për Janine, isha ashtë me harapagjime, Po I ndes vejz? Po I ndes, më. A litur gjatë. Po ti je orpir. Po unë jam vejz, Po në me farë orpir vejzit.
Po se si na duke jeta pa ty, o e vlat, o të keqe vejsi. Po qani vejsit, sa do gëzojnë njerëzit kur të shojnë. Po shkoj pak të gjabra. Ja dhe unë, sa tuve plakë këtyre të plamos me dhe herda. Po të keqe. Po qani vejsi. O, Haliti, për nder se të njoha. Për nder, Haliti. Po si në more djalit tonë. Si kalove? Dëgjoni ore, erdi Halit Berati. Ja, Si e mire. erdi më në fund. Faleminderit mirë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se të gjithë. Halit, të pret nënën në shtëpi. Halit. Halit, keqe, nëna. Halit. O, të keqe. Si e nënë? Mirë, si më keqe, të keqe, nëna. Mirë. Natën e mirë, bush. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Së të një afare me këta rëba. Birin të rënës. Sa më kishte marrë malë. Edhe mua më në. Se që kisha një merak të zi, marë birë. Po ti qke, pse je mërzitur? Kozë. Desha të shkoj pak të gjapa rendile. Kozë ma si është. Si të jetë. Pasë lëviza s'pen. Po ti shko. Shko. Ma su mërzit. Nuk bënoj. Jo, nuk mërzitet, nëna. Halit. Halit o gjan. Halit o shpirti parandilit. E si ma letë, si ma jetë e Kozmano, gjani parandilit. Gjapara, po ti mos e lësho vete. Jo, nuk e lëshoj vete në më gjanë. Ja merdi për të qartë të shti dhe do në për jashtë, se për para Kozmajt nuk e ja vete në unë. Kotëm pas kanë trembur ti që nge mirë. Mirë të duke, Malit? Si kokra e mollës. Mirë. Por që do që nuk lëviz do. Po ti si a qova ndë nga korqa. Shumë mirë. Ja si që më shetë. Merë janë shqeqerka nga korqa. Jo, nuk i marrin ata, mos i merrin, po pse hargjohesh, gjani parandilit, pse hargjohesh. Për të mirë, me shkrim të shpejt. Më të mirë. Kur do të lëviz? Do të lëviz, shodiri babajt. Do të lëviz që. Mërzita duke ndenjë ushtëri. E për shtë bëj më mirë. Po ja, ty shokë të vinë. Mua më ke gjithë një këtu. Ja të shina erdhe Haliti. E mora veshtje me korsë për më të në. Ma ta nasë. Në zuri karavu bilanqiri, dreqë. Nuk që kismet për ne më rëvirë. Nuk që. Në kanë lënë dhe pa në një ndimë. Nuk japi. Si shkuan dasmët si vjetë. Ikën dasmat. Kush do na merrte palin me ratin e vet? Ja, ato pllakat e gramofonit u bën se bebe. U prishë Mojani parandilit. Kokra u bën. Po, Hali. Do të mblidhemi prapë. Bekenisti bish me Gjaparon ti tani. Ose thuhet fjalë Gjaparo. Ti më ke mësuar ti bje gërnetës.
Se mban veten hiq o baba. Parekesh me një herë. Mos më vëret ke gjenda baj. Po se shme është mbledhur sonë këtu. Kur do kemi në një dasë, more, se më është ndryshku shpirti. Ti bije kësaj virane një, sa të këmë pus në telë të këmus. Mbeti goja për ty. Ti kështë e marrë malli shumë për te. Edhe ne. Të kam rojtur dy kokra nga ftoj o borit. Ti sjell? Sjell. Mos për i kalë malëgjë. Po ti e nuse ime apo ke ndruar manë? Ti e di se në Ermini nuk dronë mandë kur. Lëshom tani. Haset kam gjamë. E mirë dhe jatë lëshorë. Si ke ato duar? Si qartje për punavë. Kur të them nga kuqova do të bisedoj me baba. Si ka i shpejt po ikën? Jam shumë i lodhur në Ermin. 4 ditë rrugë me kalë. Natë e mirë. E po mirë, gjumë me ambël. Tashi që bëjmë? Loj marifetesh. A e detyroj po deshe. Është ndërim fashist ky Gjaparo. Para ere bëjmë të punkta? Njëhem 2-3 ditë, dalin apo terosin. Gjaparo t'i prit këtu. Mirë, pret Gjaparo, pret. Ja po ri këtu. O mirë në kam mos ftohesh. S'ma ha drejti, jo. Dëgjo, thuaj ati signores ta vej dorë në zemër. Mirë, mirë. Avanti. Oh, zoti Berati. Straordinario. U këthyve dje? Dje, zotëri. Pashi? Veni për një zotëri e vërtet. Grand signore. Më telegrafuan nga Korça për ju. Pa? Baruat kështu? Po ja, vëm sa, zoti Alberto. Ekstra fare. Po ullën. Këto ditë do të bisedoj me ju një gazetari ynë. Falenderimet tuaja për kujdesin që tregon shoqëria jonë dhe muzikës shqiptare do t'i botojmë në gazetë. Më kujtohen duart dhe veshja juaj përpara se të niseshit. Kam kënaqësi kur ju shoh zoti Berati. Të gjitha këto ne ja dim për nder sistemit ton, fashizmit. Zoti Alberto. Po? Kam një hall. Me kënaqësi, mos u druani. Kam fjalën për një djalë në IPA që është aksidentuar. Ai që theu kolonën vertebrale? Po, Kurizi. Kam dëgjuar. Një rast tepër i dhimbshëm. Fajtori me sa mora vesh ishte një teknik shqiptar i pakujdesshëm që u pushua nga puna. Kam ardhur bashkë me Tiatin për të ndihmuar që shoqëria e vajgurit i lidh një pension. Është fukara me një tup kalamash. Pension? Kam frikë se zoti Mikele nuk do të pranojë. Faji nuk e ka IPA.
Mund t'ua them si një miku tim, aty në Kuqov ka një frym të keqe kërkesash nga ana punëtorëve të naftës. Mbase ju nuk duhet ngatëroni me të tilla gjëra. Ngatërohen? Unë me djalin e tij kam punuar në një pusë. Është e drejta e tij të kërkoj një pension nga shoqëria. Ai s'bëhet më për punë, zoti Alberto. Po unë si mund t'ju ndihmoj? Mund t'jap diçka nga vetja. Jo. Faleminderit. S'ka gjë, do ta bëja me kënaqësi. Jo, do t'i vinte rënd. Më vjen keq që nuk mund të bëj më shumë. Megjithatë, provoni të shkoni vetë një herë tek zoti Michele Venducci. Do t'i telefonoj edhe unë. Ditë në mirë, zoti Alberto. Buona fortuna, Carlo Berati. Alo? Ai. Ciao Michele. Come va? Da dite che ne far Halit Berat. Dëgjoj. Pastaj përcjellë si çeti. Miropafshim. S'pas ka gjena të mërdi. Se sapriu, se sperandi. Se beto. Shumë leta sabri. Ja. Provoje. Segreto dottore, se potangria fece e pseo. Una sdelictu segreto dottore. Signor Bruno. Che volete? Ti cerca il padrone. Oh, Haliti. Ala mirë se ardha, Alif. Si e? Mirë. Si dukesh? Mirë. Mirë se ardhe, Alif. Po ta veshim brëm që kisha ardhur, mos gjeta atë në shtëpi se çfarë prava. Si e tas? Mirë. E di më shëndet mirë që. Ç'kemi çfarë parandili? Ja, parandili I pak si kandili. Marë po ç'keni kështu? Përse jeni kajtë mërzitur? Çe pyet? Pa mos rregullonim në një pension për Kozma. Ku në iba? E ku tjetër? Edhe... Hiç, kot që erdh. Po ja, na dërgoja I Alberto Vek. Gjetë e kish ku të falesh edhe ti Orluma. Ata ngritën dorën lartë. Italianët nuk kanë thatë këtu. Duan të na pusin fashizmin e gjak. Edhe ato plagat e tua po ne I përdorin si kokën e Ali Pashait. Një e dy të nxjerrnin ty. Se shkoni se shpim ne për Shqipërinë. Halit Berati na ruat. Nuk tregon kjo se ne duan popullin shqiptar dhe Shqipërinë? E dim ne se shduan ata. Ta duan ta kthejnë Shqipërinë I qifliku të sjellin 5 milionë italian. I di italian të unë morë nasi. I pasha dhe sot se si janë. S'na bën zëngjin si na premtuan, jo. Halit Berati këtu do të vitë punoj prapë të shokët. Më erdhi keq para të shkret Kozma dhe më gënjeu mendja. Po si të tha I general Gramofoni? Shko tek Michele, dhe ti besove. Ndjeva që më gënjente. Se si ka sytë ai. Sot ja vura re mirë. Pacchiala, hajde nasi. Puna. Se le të marrësh për Hajde, puna. Avanti Benedetto. Më fal, baba. Kujtova se isha vetëm. Droni? Nuk keni I lodhur, zot Alberto. Kam mbredhur me Michele në përfushat e naftës. Ç'më desh? Jo, kot. Keni kohë që s'jeni parë. U mësua me ju. Tash të bënim një briç. E po? Gëzuar. Me qëra fjala për naftën, zoti Alberto. Punëtorët e Kuqovës kanë paraqitur një peticion në parlament. Po? Kërkojnë të torsh, kushte më të mira pune dhe jetese, edhe... Kaq? Duan që edhe ju të mos I detyroni të nderojnë alla Romana. Nga kush kërkojnë ata, zoti Krisi thonë të mos detyrohen?
Nga ju, zoti Alberto. Ne ndërrojmë ndryshe. Më fali, doja të sqaroja diçka. Ju ku hyni? Tek ju, apo tek ne? Ne duhet i hapim sytë shumë në Kuçovë. Atje po rritet një fuqi tepër e rrezikshme. Punëtorët e organizuar. Me sa ka marrë vesh ata kanë ndërmend të bënë një grevë përgjithshme. Ç'bën zoti ministër juaj i brendshëm? Mos vallë këtë duhet ta kuptojmë si një mbarvajtje të punëve midis dy qeverive tona? E dia i mbreti juaj është sa si dredharak. Mbreti? Me ju? Po konvencionet e vajgurit, zoti Alberto. Po atë tona. Më falni, kujtoja se nuk ushqenit ndjenja kaq të forta monarqike. Sidomos tani që Italia po bëhet imperatorie e madhe. Nuk ka gjë më të lumtur për njeriu, zoti Krisi thon, se sa kur ditë përcaktoj mirë të ardhmen. Më pëlqen shumë që po tregoni kaq i dashur. Në shtëpinë time keni qenë gjithmonë një mik fjalë pak. Dhe unë më shumë kam nënkuptuar. Po ja sonde siç duket, më shumë u duhet dëgjoj. Tu nuk është aq qetësi, zoti Alberto. Zoti Misir interesohet që prefektit të mos i ndodh as edhe një e keqe. Zote prefekt, ky është një provokacion i ndyrë ndaj fashizmit dhe qeverison. Unë protestoj. Në të hodhë më rëvdi. Kam thënë, në të hodhë. Zoti Misir kryeni detyrën. Avdi Mamani, në emër të naltë madhënisë je arrestuar. Hapsu! Nuk zhyet me dorë, Avdi Mamani. E apo. Avdi Mamani! Hajde, hyni. Qa bravo qa sheke. Ja, dalaj, do t'ja sheke. E mirë një kërë, do t'ja të simitje. Na, mere. Do Giogi Parandini. Hadi Morcan, çay. Çay de sabahınız. Şu Gianni Parandini ne benzemenso. Ya bile ne görüyorsun? Ne Giogi Parandini? Na mere padın. Mas ya igoni.
Vetë kështu. Lasin e kuqovë, punëtorët po zhije me si përmars. Duhet ta shoh me sytë e mi katraurën. Je italianët, ditën e flamurit e kanë shpallur këtë punën. Punëtorët janë edhur në grevë. Për kurmazi kotoshit, për kurmazi. Punëtorë shqiptar! Ka ndodhur një keq kuptim që ne do ta zgjidhim fare pa zhurmë. Ishte urdhri një njeriu të pa autorizuar që e shpalli ditën e festës suaj, ditë pune. Ne do të ndërshkojmë atë njeri. Nuk ngopemi me fjalë boshe. La keni fyer në dinjitetin kombëtar. Ne? Kush? Unë personalisht. Edhe ju i dhni gurin dhe fshini dorën. Zoti Nasi. Nuk jam sotri. Në qoftë se flasim për mua personalisht, ju duhet i dini ndjenjat e mia që kam për Shqipërinë dhe shqiptarët. Këtë mund t'u thonin shokët tuaj. Po këtu nuk flasim për mua personalisht. Të ndjenjë emisori i ka fashizmi për Shqipërinë. Këta, zoti Alberto, kam dëgjuar se e kanë të rënë të nderojnë si fashist. Po nuk ka në gjë, temena është. Kush e bën me dorën në zemër, kush me dorën lart. Ne nuk i bëjmë temena fashizmit, zoti Krisi thon. Se u hapi punë dhe u dha bukë, ë? Sepse duhet i bëjmë temena Shqipërisë. Jeni ju mos mirënjohës ndaj qëllimeve të mira të fashizmit. Sepse ua ka zënë syt propaganda e kuqe. Unë ja di ndershmërinë zotit Berati, dhe ai mund t'ju flas shumë për këtë. Nuk jam zotëri. Por pashini,
Paltoja juaj e bukur flet më shumë për ato që mund të thonit. 50.000 disje. Me një famë të tillë kushdo do të mburrej. Flisni, zoti Perati. Sterja. Shporu me gjithë palto dhe me ato pakat e tua.